jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Assalamu alaikum shikues të nderuar, vazhdojmë me marr frim. Kësaj radhe kena mysafir Hoxhën e nderuar me Tush Mehmedi për herë të parë në sezonin e tretë. Mirë se erdhe Hoxhë nderuar. Mirë se u gjeta. Se pastaj ka mundësi me haru. Po. Studion shumë të bukur. Inshallah nuk të marrim mësish. Amin inshallah, mashallah. Faleminderit për ftesën. Alhamdulillah. Hoxhë, me juve du me shtjellu një temë, po du me fol për dy gjigantët e dijes. Sheikh Ibn Bazi dhe Sheikh Uthejmini. Do me thonë, për shikust na trego pak një mini autobiografi, kush kanë qenë këto dy hoxhallar të mëdhej. Unë kam pas rastin në vitin 93 planohem si student në Medinë. Dhe në atë vit, si pas asoj që i di unë, është bërë mufti Sheikh Abdulaziz bin Baz. Allah e më shiroft. Amin. Dhe më thonë, vitin 93, më duke se në vitin 1999 ka vdek, Allah e më shiroft. Ndërsa në vitin 1993, është bërë mufti i shtetit së Arabisë Saudite. Po, Sheikh bin Bazi po e të regojmë se në biografi dhe e gjenë, se cili që donë me gjetë, ka qenë i verbër. Ka bo. E ta shëta variantat si ka humë shiqimin, a prej si ka qenë do më thonë 1 vjet, 2 vjet, a pastaj disa thonë nga dal kër i ka bërë 20 vjet, vetëm ose s'ka pa fare. Do më thonë i verbër 100%. Kjo nuk është shumë çështje sa e bën të madh Bin Bazin, sepse edhe pse ka qenë i verbër, ai me dituri ka qenë oqean. Por ta kemi parasysh, nuk kanë pyetje vetëm dituria. Se dituria nuk e bën njeriu dobi nëse nuk ka devotshmëri. Sheikh Bin Bazi ka pas të dia. Alhamdulillah. Njeri i devotshëm, por atë shkak jo rastisht përmendën në të gjithë botën. Tasha ka njerëz që e përmendin edhe ose e kundërshtojnë, ka njerëz që e kundërshtojnë, por ne kemi mundësi me bë debate, mos me ja pranu njëri tjetrit fetfate e fjalët, ama jo me mundu me mirën çmu dietarët. Pa marrë parasysh ku janë dhe s'janë, dietarët janë dietarë, janë drita e umetit, edhe ne kemi për detyrë dhe obligim mi respektu. E Sheikh Bin Bazi ka qenë mufti, e ka kry punën e vetë, i ka librat e veta, por edhe një kohësisht edhe Sheikh Ibn Uthejmini, Muhammed ibn Salih el Uthejmin. Sheikh Bin Bazi ka qenë talebe i para Sheikh Bin Bazi ka qenë një prej dietarëve të mëdhej, Muhammed ibn Salih Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh, ati ka pas hoqë kryesor. Ndërsa Muhammed ibn Salih al-Uthejmin, një tefsir Abdulrahman al-Sa'di, ka shkruar një tefsir, ose tefsiri vjen ata që e komentojnë Kur'anin. Muhammed ibn Salih al-Uthejmin ka qenë talebe i Abdulrahman al-Sa'di. Njëri i Bin Bazi ka lind në Riyadh, ndërsa namazin e xhenazës për ka vdekë kanë falë në qave. Shumë vete. Po. Edhe Sheikh Uthejmini, rahimahullah, Allah e më shiroft, e ka lind në Unejze. Riyadh, kryeqyteti i Arabisë Saudite, ndërsa Unejze është një krahin që quhet El Qasim, ose El Qasim, edhe ka një qytet Burejde emrin e ka, qyteti Unejze. Edhe Sheikh Abdulrahman al-Sa'di në xhamin kryesore kanë bajt ligjërata derisa. Me vdekjen e tij pastaj i vjen rendi dhe fillon ligjëratat e trashëgon këtë mbajtjen e ligjëratave në atë xhami Sheikh Muhammed ibn Salih al-Uthejmin. Po edhe ky kur ka vdek e kanë varros ose kanë falë xhenazën në Qabe.
Në dytë kanë vdek ka Muhammed ibn Salih funin al-Uthaymin nadhejta. më duket se ka vdekë në Gjidde. Cilin vit ka funin 90 më duket. 2001, Po, më duket se 2001, mos ta gaboj. Po Okej. Sheikh bin Bazi sipas asaj që e di. po në 99 Mos t'i gaboj në 99, ndërsa Ibn Uthaymin nuk e di tash. Ndoshta 2001, edhe nuk jam i sigurt. Po edhe të dy kanë qenë dietar të mëdhej, do të thonë kanë pas shumë dituri, por puna e tyre ka qenë aq e madhe sa që sot tek kësaj dite përmenden ata. Edhe Ibn Uthaymin ka librat e veta që ne i kemi lexuar, i kemi shtjellu, i kemi bërë derisa librat e Bin Bazit ose me fetfat e Bin Bazit ne vazhdojmë edhe ka bereqet dia e tyre. jetojmë me vlerat e tyre. Po. Vllaja edhe në aspektin e diturisë, por në aspektin e devotshmërisë. Miro nga dietarët me marrë dhe mësim në aspektin moral, në aspektin e frikë respektit ndaj Zotit, jo vetëm dituri. Se vetëm dituria tregova që nuk bën hajër dhe dobi, nëse nuk e ke edhe këtë tjetër. Nga bagazhi i këtyre dy gjiganteve që kanë lënë pas vdekjes së tyre, unë i përzgjodha prej dyve nga 3 thënie të cilët do t'i komentojmë bashkë me juve hoqë. Shkojmë pra me 3 thënjet të Sheikh bin Bazit. Thënja e parë thotë kështu. Dhënia përparësi e kësaj bote ndaj botës tjetër është prej shkaqeve më kryesore të ndëshkimit në të dy botët. Shkëputur nga libri Këshilla nga dietari Abdul bin Bas. Thënia shumë e kuptueshme. Mirë, tash ne Po, da. tu mund ta shtjellojmë pak tash, ta bëjmë jo që është shumë e qartë. Shumë e qartë. Do të thotë Sheikh bin Bazi po na tregon dhe na këshillon që nëse i japim përparësi jetës kësaj bote, duke mos e anashkalu botën e ardhshme. Se këtu mundet mu keq kuptu. Po. Tash ne jemi, pse Zoti na ka kriju neve si njerëz këtë botë? Për ta adhuruar Zotin, po. Është e para ajo. Mirë, po ne a duhet me punu, a duhet me jetu, a duhet me studiu, po. Tash nuk është qëllimi këtu që ne vetëm për ahiret punojmë, vetëm për botën e ardhshme, por mos tjetë qëllimi kryesor i ardhës tonë këtë botë, kjo botë. Ka njerëz që gjithë çka bëjnë, gjithë çka harxojnë, vetëm u kënaqë këtë botë. Nuk e mendojnë jetën pas Këtu vdekjes. është problemi tash. Këtu është problemi. Do të thonë ka një jetë të përhershme. Do të thonë ato stacioni i parë, jeta e secilit prej në barkën e nonës vet, stacioni i dytë, jeta në këtë botë, 50 vjet, 60, 70, 100 vjet. 900 vjet, 1000 vjet Nuhi alayhis salam, prap ka vdek. Pastaj stacioni jeta në varr, o me 1000 vjet. Që askush prej nesh harrojmë që është. Ku i kemi në prindërit tonë? Në varë jetin. Ku është Ademi alayhis salam? I parë, njeriu i parë, në varë jeton. Dhe më thonë tash, krejt këto janë stacione prap kaluese, kalojnë 1000, 10.000, 100.000 vjet, një ditë prej ditëve prap kena me shku në ahiret. Atje nuk ka më fund. Nuk ka fund. Sheikh bin Bazi ka dash me thonë që është e vërtetë se kjo donjë duhet të shfrytëzohet, duhet të kënaqemi, mirë po ka rregull. Duke mos i të i kalu kufin të Allah subhanahu wa taala. Edhe mirë është tash me, për shembull, ne falim namazin e sabahit në xhami. Po që nuk ke mundësi do në ditë të shtëpia e fal. Pastaj deri në dreka ke kohë me punu sa të dush. Me punoje, me u kënaqe, me shëtite. Me hongër bureke. Po me bureke si mi të përgatshëm këtu në Shkupe. Kënaqësies janë ndalume. Po. Sa du? Prej dreke deri në ikindi, prej ikindi deri në akşam, sa dush kemi kohë. Kretë në varet si organizojmë kohë. Çka thot Zoti në Kur'an? Bel tu'thirun al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ju jetoni kënaqësuni në këtë botë. Ama ahireti, ajo jeta pas vdekjes aty jeta është më e mirë. Edhe ajo e përhershme. E tash Allah është përblef Sheikh bin Bazin, i ka pas këshillat e arta. Edhe tash krejt varet kush të jep këshillën. Jo që ne nuk kemi këshillues këtu. Se në herë kena me pas këshillues, hoxhallare, profesor, arsimtare,
prindrit tonë, kujshite tonë, haxhilerte, secili që e shef veten ose e shef të arsyeshme me dhon këshilla, ka me dhon këshilla. Po kënd varet si jep këshillat. Me çfarë njeti, në çfarë mënyre. E ke gjetë kohën, e ke gjetë vendin. Kujt ja jep këshillën. Nuk i thuhet triu që i ka 20 vjet edhe atij që i ka 60 vjet njësoj. A më kupton tash? E Shebi Mbazi ka qenë aq burr i madh sa që këshillat e tij edhe sot ne i bisedojmë. Se nuk mundemi pa ta. Më kështu sa bukur e ka thënë ajo. Dhënia përparësie e kësaj bote ndaj botës tjetër është prej shkaqeve Që ndëshkon njeriu në këtë botë. në të dy botët. Po në këtë botë fillim. Kjo është Pastaj- ma katastrofë, Po. para me mi hub edhe këtë dynjo edhe atë. Dikush barem kënaqën këtë dynjo, sa do që jetë e vogël. Ama mi hub të dijat është kjo. Shiva, ai që kënaqet duke i te kalu kufin këtë botë, e ka humb botën ardhshme. Tash ne nuk mundemi me i garantu askujt se ka shpëtu dhe ka humb, po në bazë të mësimeve të Kuranit dhe Sunetit, në bazë dietarëve, mund me thonë shumë lirshëm që njeriu nëse në këtë botë asgjë nuk bën, me çka e garanton botën ardhshme. Ho që të rëmbullaksojmë këtë thonje. Dhe më thonë, jo mi dhonë përparësi kësaj dënjoje, e cila ka fund, ka vdekje, po me shfrytzu këtë dënjo, duke e pas qëllim dënjojën e ardhshme ahiretin të cilë s'ka Tash fund. më kujtu një jetë, thot Allahu futiblot, el malu wal benune zinetul hajatit dunja. Pasuria dhe fëmijët janë vetëm zbukurim i kësaj bote. Wal baqiyatus salihat. E punët e tjera janë të mira. Aludohet punët e tjera, veprat e mira që i bëjmë për Zot. Tash ne në këtë botë mundmi në 8 ditë mu marrë me fëmijët e tanë. Natën dhe ditën mund me punu për me fitu. Krejt në regulla. Duhet me punu, me fitu, duhet me punu me eduku fëmijët e tanë. Ama jo me anashkalu ahiretin. Jo me anashkalu veprën e mirë, si janë namazi, zekati, haxhi, respekti me prindërve, sadaka e dhënia, Agjërimi. po, agjëri. Gjithçka që sepse njerëzit realisht nëse i realizojnë obligimet fetare, kanë me qenë më të qetë. Edhe ata kanë me kuptu drejt dhe mirë se më lehtë kanë me realizu edhe obligimet që i kanë edhe ndaj fëmijëve ndaj punës. Punës e përditshme. Edhe ta rëmbullaksojmë po thua. Pa qaq. A dalmi në të pyetje tjetër. Allahu na botë për atyre të cilën Jo, e fitojmë edhe kështu, këtë dënjo po. edhe dënjon tjetër. Mos e neglizhoni këtë botë, mos e harroni këtë botë. Mirë po, punoni edhe për këtë botë, më shumë për botën ardhshme. Atë sa jeton për këtë botë, atë jep mund. Atë sa kemi jetu atje. Shive, tash më kujtu. Kjo botë ose urë. Ur. Shembull, a ke pa ndonjë vend që ka urë e ka një shtëpi të ndërtuar mbi urë? A ka, hajtë më trego një vend që ka urë edhe ka një shtëpi në mes të urës, ose në fillim ose në fund. Nuk ka. Ja, s'ka, ja. Pse? Po jo vetëm me kalua. Shtëpinë dhe mundesh me pas këndej urës ose andej, nga në tjetër, ama jo mes të urës. Ne nëse vetëm për këtë botë punojmë, e kemi ndërtuar në mes të urës shtëpitë. A di çka i vjen? Kur të prishët ura me gjithë. Po, në fund dhe njerëzit ka marrë një projekt i ri, shko në ura me shtëpinë tënde dhe time. Asgjë nuk është kjo botë. Kështu është dunjoja. Asgjë, vallahi. Thot, çka thot? Thot, inne me dunja fena. Ilahia që ka shpo. Po. Thot, kjo botë o kalimtare. Lejse li dunja thubut. Kjo botë nuk ka ndonjë shtill të fortë, ndonjë diçka që e mban edhe është e përhershme. Nuk ka mundësi me qenë e përhershme. Do të thonë kalimtare. Inne me dunja ke bahrin. Kjo botë o sikur ai oqeani ose deti. Jahtawi se me kanë wahut, që përmban vete deti, edhe peshqi të vegjël, mirë po ka dhe balena, ka dhe peshkaqen. Po në deti, do njëherë kur o deti i qetë, ama në moment ndryshon. Subhanallah. Edhe kjo botë e ka qetësinë e vet, po e ka edhe më shumë e ka problemin si jetë këtë botë, askush mendoj që nuk e ka knatësinë të përhershme në këtë botë. Kur si janë në Valla rahat. jo me lloj problemi, secili njerë është mirë ndonjëherë ta shkruan historinë e vet,
se çfarë probleme, çfarë gajle ka pas, edhe me trashëguar histori që ta lexojnë fëmijët. Nipa e mbesa që më skujtojnë atë që kjo boto. Edhe Donald Trumpi ka probleme. Jo Donald Trumpi, po edhe para Donald Trumpit. Donald Trumpi po me ta shoh I forte ka shtetin e Amerikës, e sundon Amerikën, e në thojza mundot me sundu botë. Ma edhe ai s'ka rahatin këtë dënjo. O, pare ka, kreta, ma gajleve. Nuk ka kjo botë e gajleve probleme. Para Donald Trump tham ka pas njerëz më të forte në historie. Mbretërje. Perandori ka qene. Prap kanë shku. As gjan s'kan marrë me veti. Vetëm se veprat. Qofshin mira apo të liga. Shej bin bazi Allah e mëshirov thot, rukja është një nga metodat më të mira për të kërkuar shërim dhe mbrojtje nga Allahu. Kur njeriu e përdor rukjen në mënyrën e duhur, ajo bëhet një mjet për të mbrojtur nga sëmundjet dhe e keqja, duke e lidhur besimin dhe kërkesën për ndihmën vetëm me Allahun. Ajo nuk ka efekt nëse nuk bëhet me besim të plot në fuqinë e Allahut. E ka thënë në Mejmu al-Fatawa dhe Melakat Mutanawiyah. Po, Mejmu al-Fatawa, do me thënë jo të fetfat që I ka dhoni, I ka me ato vëllimet Mejmu al-Fatawa libri I tij. Kjo çështje është shumë problematike. Edhe të ne dhe në kretë botën. Kjo punë e rukjes. Rukja, Allah I shpërblef që I bin bazën shumë bukur e ka. Me pak fjalë shumë bukur e ka. Dhe me thonë, unë e baj rukje dhe ti ban rukje. Shë shembol në di, që edhe këmishat një sejkina. Po, a ka mundësi me të morë shembol? Po, mërë që? Ti ban rukje, a me lexon elhamdulillah suratul Fatiha, mirë. I devotshëm. Nuk është propavia jote me fitu pare, me bo pare. Edhe pse kjo nuk guxim me mohune, normale. Që sëli ka nevoj për me fitu dhe me hargju. Edhe unë, tash ti, do me thonë, e ban rukjen mirë, e lexon Kur'anin mirë, e ban me je I devotshëm, me niyet pastër, me niyet mirë, po. Edhe unë tash I kundërteje tash. Po, rukëgjiu tjetër. Po. E lexon alhamdulillah atë shpejt sa që nuk e marr veç nuk e di ç'kam të thonë. Jo, s'jam I devotshëm. Nuk jam I devotshëm. Namazet me iki, nuk falem. Me xhamat, janë 2-3 dita falem, as falem. Edhe me niyetin 100% vetëm me fitu. Jo me niyetin që Allahu të mbojë shkak dhe sebeb që dikush shërohet nëpërmjet rukjes time. Pare, të fitoj pare. Këtë ka dash me thonë shqipin bazë. Me thonë tash rukja sunneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhamedi s'nami ka këndu njerëzive suratul Fatiha, ka argumente. Diku ja ka këndu në alhamdulillah shërua kështu me radha, po. Po. Edhe tash në bazë të fesë tonë, të pastër, ne e kemi trashëguar këtë. Edhe sot I kësaj dite kanë nevojë njerëzit për rukje dhe do të kenë nevojë deri sa të shkatërrohet kjo botë, që është shumë normale. Po njerëzit që kanë më marrë me këtë, ata janë pyetje, kush janë ata? Interesant, shumë pak njerëz që janë shkolluar dhe janë devotshëm mirë me këtë punë. Shumë pak. Edhe unë I kisha këshillu veten dhe të gjithë ata që mirë me këtë punë. Fillimisht në të lexojnë Kur'anin si duhet. A për me lexu Kur'anin si duhet me shku te hoxha me mësu. Te hoxha, te profesori, ku do që është? Do të me lexu Kur'anin mirë. E para, e dita, bon hyjtë të devotshëm. Devotshmëria I bin bazi, e përmenda për në fillim. Ka pas ditori. Ama edhe devotshmëria ka bo ma arrit emri I ti këtu ku ka arrit. Jo vetëm ditoria. Jo, se dia kënë të gjuhë, në kohën e Imam Malikut. Edhe Imam Maliku e ka shkrujt librin e ti El Muwatta, ama edhe dikush tjetër ka shkrujt njësoj librin. E cili imam është përmendet tash? Imam Maliku. Po Imam Maliku pse ai tjetër përmendet? Po ndoshta në jetën e ka pas të keq. Boti famshëm. Po ndoshta ka qenë ziliqare dhe ka humb. Ka humb brenda vetvetes as kush nuk e njeh. Edhe tash ne kemi njerëz që te ne I quajnë rukjexhi, u kisha thonë njerëz që ju këndojnë se rukje I vjen me I lexu dikujt Kur'an, suret posaçme,
ose gjithë çka që lexon njëri të anë, Kur'an është në rregull, edhe janë disa lutje që i ka bo Muhamedi Islam që kanë të bëjnë me rukje. Për shembull, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Nuk është ajet. Është hadith që ose kur fillojnë atë, fillojnë bismillah rqiq min kulli shay'in yu'dhik min aynin hasidin Allah yashfik. Se kjo puna e magjisë, puna e zilis kanë me qenë. Deri sa të shkatërrohet kjo botë, deri ditën e gjykimit. Mirë po, rukjexhi duhet me qenë devotshëm. Duhet me qenë devotshëm dhe duhet me lexu Kur'an mirë. Edhe në jetë i tire mos me qenë me arrit të pasuria. Se secili njeri që i bën mirë, vallahi komo të dhon një dhuratë, një hedhje. Edhe pse unë s'am të e kundërshtu, a duhet mi kërku të holla dikujt që i bën rukje, nuk është tema aty. Tema ose këta që këndojnë Kur'an, duhet me qenë devotshëm. Se në jeti rregullon punë, asgjë tjetër. Sheikh Ibn Bazi thotë që rukja është një nga metodat më të mira për të kërkuar shërim dhe mbrojtje nga Allahu. Do të thonë rukja funksionon, ta sqarojmë, apo? Po. Në shumë smundje, sidomos shpirtërore, psiqike. Shive, tash të ne, për shembull, nëse vjen dikush të unë të konsultohet, po të valloj sam diçka mirë. Ka dy aspektin psiqik, ka aspektin fizik, nuk e zgjumi, ka stres, ka gajle, ka probleme. Unë i tha, më ke qenë te mjeku? Po thot, valla kam qenë te mjeku, po mjeku, se edhe mjek tash e din këtë punë, edhe kanë ditë. Po, edhe më herët kanë ditë, edhe dinë kanë me ditë. Thonë, shive, ti nuk je për të ne, po është mirë me kërku. Tash ndim, të xhallarte, ne muslimat, i qem njerëzit të xhallarte, po. Po. Edhe tash, në momentin që Sheikh Ibn Bazi, po e fetfa që rukja metod më e mirë dhe më e bukur për me e kërku shërimin, se nuk do me thonë se për askën se në garantojmë. Si ka dikush thot t'jap 10.000, o 1 milion euro mi dhënë. Nëse Allahu e ka vendosur me të sprovu, sprova vazhdon. Nëse Allahu e ka vendosur me të shëru, ka më ra dikush sebeb, shkak. A ki hoxha i hoxh, tash e ki pa dhe të xhallartë, edhe të djemteri që miren me këtë çështje. Unë ma asnjë s'kam problem, të gjithë i njo, edhe uroj se të gjithë ata t'jenë në ose të punojnë për dobinë e popullit tonë. Apo? Po. Do me thonë, ne s'kena të bëjna tash me ata që bëjnë rukje. Kena të bëjna me fetfane Ibn Bazit se a është, as është. Se ka dikush nuk ta pranon këtë. Unë e mbaj mend në 2002 pasi u ktheva nga studimet e bëshim muhabetin e hijamës. Hijama, po. Edhe shumë be njerëzit e kanë kundërshtu. Fillon në spital me hijamja mirë. Ronaldo kur janë nisi me Po s'ka lidhe të emrë, Ronaldo ai tjetër. Do me thonë, momentin që e bën dikush tjetër, hijamja qenë ka mirë. Në momentin që vetëm feja e urdhëron, hijamja s'qenë ka mirë. Aja mi qartë, edhe kjo punë e rukjes njësëja. A e ka urdhëru, a e ka preferu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vallahi ka khair, dhe ka dobi. E mirë për ata që e kundërshtojnë. Edhe si janë njerëzit, kur t'jenë zor, nuk e ka gajle. Edhe ndër të hasmi që kanë. E që të do shtë në munalë? Para qkak, unë i këshilloj të ditë njerëzit, inshallah Allah nuk na sprovon me kështu raste, por në qofse jemi të sprovuar, është mirë me kërku ndihmë. Nuk prish po. Kërkimi i ndihmës, fatkeqësisht ka plot që kanë abuzuar me çështjen e rrugës. Kanë keq përdor. Kanë keq përdor. Ndash në aspektin financiar, ndash në aspektin e moralit, ndash në çdo aspekt, ka në thojza rrugëzi që kanë keq përdor. Edhe po dalin në për rrjetet sociale keq përdorues. Një këshill për këto hoç që keq përdorin çështjen e rrugës për po kjo kthehet te biseda që e bënëm në fillim. Ai keq përdor se ai mendon se vetëm kjo dunja është. Rukëxhi do laverxhi. Ai rukëxhi që e keq përdor një familje, një njerëz të sëmur, një njerëz të prekur nga magjia, nga zilia. Vallahi ai jo që e ka humb këtë dunja, po nuk ka çka kërkon
në dunjana tjetër. I mjeri aj. Shumë keq që ka punë. Mashallah, shumë keq që ka punë. E që me thonë me lujt me një njeri që Ka brenga. ta kërkon ndihmën. Ka Tash ti problem thuj, ku mardh. Thuj, ose nuk mundem me ndihmu asë, jo, me këtë përdor. Dikush i këtë përdor jetima, dikush i këtë përdor njerëzit të sëmur, edhe i mjeku atje. Edhe i mundet me këtë përdor pacientët e sëmur. Pa pas nevoj me operacion, e ban operacion. Inshallah nuk ndodh asnjëherë kështu. Abuzues. Abuzues me arrit të parja. Edhe këta që bëjnë rukje. Duhet me qenë të devotshëm, e përmendëm në fillim. Leximi i Kuranit nivel, sa më bukur, sa më mirë, nga ngadal, e dita devotshmëria në pyetje. Edhe e treta mos me shku me njetë me fitu pare, por jo me shnosh, po me Kjo e me puna e ndihmu. tretë diskutabile, më kupton. Se njerëzit kanë nevojë se këta rukje xhit, thonë po ne s'kena kohë mu marrë me punë tjera, që është e vërtetë. Se Okej, thirrin ama jo me ditënatë, kone se jo thirrin qëllimi. mëngjes, s'ka lidhje, kënë rregulla. Më kupton. Janë disa çështje debative, diskutabile, nuk mund me mi prej. Ama këto ditë parat po. Nuk mundet askush mu me më thonë valla filani, o rukje xhia, ama unë e njoh që nuk ai devotshëm. Është mirë mi thonë, zotnimi së merr me këtë punë, si ti më i semur se ata që po mundosh mi shëruje. Shive kjo rukja ka të boje me një botë që ekziston, botë e gjinëve, Po. do më thonë janë krijesa, edhe ata Zoti ka kriju, që edhe ata kanë kombet ndryshme, kanë fetë ndryshme, jetojnë, martohen, kanë fëmijët e tyre, u kupton? Ti tash jenë luftë, nëse unë më pyetja e sëmundja që nënkuptohet secilën herë se me gjinë qenë ka sëmundja, edhe zili, nëse unë pyetje zilia pak e ndihmojnë, ai djalli, shejtani, e ndihmon këtë punën e zilis, ti je hin luftë me një botë të panjohshme dhe Të i dukshme. panjohshme, që nuk e shef, realisht edhe mundun me të bëjë shumë keq. Po, ne, po. A njeh njerëz, unë njoh njerëz që pak janë marrë me këtë punë, shumë herë kanë pas probleme. Po. Edhe devotshëm kanë qenë. Ti hin luftë me ata. Hin luftë për shembull me një fuqi shumë të madhe, asje i përgatitur. Veç më arrit të parja. Mos e ne i ke fitu 10.000, 100.000 euro, 1 milion euro mundesh me fitu. Nëse 10 milion kemi e dhënë, nuk mundesh me dalë. Prej atij problemi. Ta kthejmë pra prej se zënherë po e kthejmë prej fillim, po. Po. Se ndonjëherë po zgjerohemi pak më shumë se sa duhet, ndoshta. Zgjerok, Do të thonë, ai që bën rukje, duhet me pas parasysh e para. Leximin e Kuranit me një jetë mirë edhe devotshmërinë. E treta, është e vërtetë që nuk bën këta punë për parë. Ama a duhet më dhon, duhet më dhon. Se ato s'kam punë tjetër. O mo jo shumë o gjë 1.000-2.000 euro. E ta shive. Unë pa çka tham, jo që as nuk e mbroj, as nuk e kundërshtoj. Unë nuk mirë me këtë punë për vetë. Do një fëmijë, unë ka problem. Se kjo kërkon kohë. Ti nëse ke një punë tjetër nuk mundesh më marrë me këtë. Njerëzit kanë gajle, kanë probleme, kanë brenga. Ai të thirrën 4 ora në mëngjesit. Thirrën 7 ora. Thirrën kohën e drekës. Ti tash a më shkon xhami imam, a më shku taj se ju ka se mor ku e di unë dikush të shtëpia. Edhe shumë problem ban. Edhe tash kjo rukja me të vërtetë ndihmon njerëzit. Alhamdulillah. Nuk do më thonë që i shëron, po në moment caktuar i stabilizon, i qetëson. Ndodhe dhe që i shëron, vallaj. Po. Unë nuk thash Absolutisht. që nuk i shëron. A po, inshallah. Para s'ka këtë janë. Po. A nuk do më thonë që më një herë të shëron. Po dhe po. A me e qetëson. Po. E qetëson për mes me bëndë atë problemin që e ka bo. A hoqë, para njove e bona një shkurtes, një shorts të ndën që ki qenë podcast të na, u bo virale, kur tha që ne shumë i na taptis magjia, ka daleve se nuk, s'do me thonë që ki magji ose i smur për gjinve. Shive, mundet me pas njeriu haset, zili. Po dhe? Ama zilia vjen nga fajan. Shive këtë telefonin. Ama ka familje dhe ka njerëz që as gjan nuk ban pa reklamu vetën. Kam hangë. Në filan restorani unë drejk. Në filan punë unë, në filan vendi unë
pi kafe, në filan vendi, fëmijët e mi, sot e kanë marrë vendin e parë, kanë marrë vendin e pensë, kanë kalu me pensë, kanë kalu me dheqe. E ka kri fakultetin, si ka kri fakultetin, jam të shku në pushim, ka mu këthin këtë datë, ka me shku në këtë datë. Mos e njerëzit kanë zilishu. Edhe zilia vjen nga familja e ngushtë, nuk vjen nga ato që nuk njohin. I veni nati? Po në qoftë se ti e reklamon veten, edhe ai prej Amerike ka me të xhelozu. Edhe ai prej Australie ka me të xhelozu, se atë që e ke arrit ti as e në arrin. Kjo katastrofa, nuk bën kështu, ama ka njerëz xheloz, ka. Sepse thot Zoti, Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot më mbroj nga sherri dhe nga e keqja e atij që ziliqar. Ai që ka hased. Hasedi mund me si dhe me zemër. Ama ti pse mundson? Tash në këtë rast ajo ziliqar, ama edhe ti fajtori. Se ja ki po penalin. Po ti e ki bo gabimin. Unë ku e di çfarë të mirë e ke ti? Po mos i tregove të mirat, nuk ka patjetër mi tregu të mirat, nuk e ke obligim. Edhe tash unë po tham si o xhallar, shumë herë një djalë i ri ose një vajzë e re ka një problem, me një herë më kam bon magji mu. Jo, nuk do më thonë që ke magji. Mundesh me pas kri lartësi, mundesh me mendu se gjithë shka që shef në film edhe e vërtet në jetën tënde. E ki pa ata filmat që i shofim. Unë shumë herë kam përmend 200 ato filmat serik që janë. 200 orë në shkojnë, 500 orë, 1000 orë në vjetë. 5-6 djemë du një vajzë me e marë. Në fund e vdes. Lene sa ata në film se në marin, për edhe në tjerë të mërzitmi se u kriti si... A jam i qartë. E ti tash si vajzë, si djallë, me ndonë se atë që e shef film mundesh me realizu dhe në botë. Ose i tjetë në film, shkon ban pare shumë, ban pare të mundohesh me bon si aj. Ose i tjetë ku e di une... A e kupton tash, ne në një aspekt kina him filmin e huj. Ne kina filmin tanë. Edhe duhet me punu dhe me vepru në basë mundësive që i kemi. O, të shpytja e fundit dhe kësaj tema është shoh shumë në rrjetet sociale, në mesazhe që u vinë hoxhallarëve, në komente shumë gjinia femrore janë shumë vezvese në këtë aspekt. Kam magji, a shkruan ki hoxha, a e ki numrin e atij hoxhës. Shumica për tyre nuk kanë magji, as nuk kanë vezvese. Vezvese. A ka mundsi një këshill për motrat tona? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ai djalli, ai i cili i bën vezvese, i u pushpërit njerëzve në gjoks. Nuk i lë rahat. Min al-jinnati wan nas. Ata mundon me qenë edhe për njerëzve edhe për xhinëve. E tash ne mos t'ja lëm fajin së në herë xhinëve. Po duhet më lëm fajin edhe njerëzve. A mos shumë të vetës. Me çka e mbron ti vetën që po do me qenë rahat këtë botë? Po shembull, po. Ka rregulla në fe. Thot rima abdes, falë namazin ko, lexo Kur'an, meru me vepra të mira, jep sadaka, në asë njërën për këtire nuk e realizim. Po s'taj hoxha, Allah jam vezvese, po si me të shërun. Unë edhe me ardhë me të bon rukje, me të këndu, ka me të adhon terapien. Apo të mjeku kërë shkona, atjep terapi, atjep ilace, atjep barna. Nëse nuk i pia të barna, shërosh. Jo. Ose shërosh, o më kalon një kohë e gjatë. Edhe thash, ata që unë do njerë bëhen vezvese. Të njerëzit mendojnë që nëse Allah të me laqe, direkt në xhenet kena me shku. Nuk ka njeri që nuk mund vezvese. Këtë në varet këshërimin se e kemi përgatit. Atë mbrojtje nga vezvese se e kemi përgatit. Kurani dhe suneti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah në këndon. A ka shembull rregull në fe. Kur të bish me flet, bjen krahun e djathtë, e këndon suratul Fatiha, e këndon kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Edhe gjithë secila forcë që nuk e shohim, nuk të shef më, i bën shperde. Ama ti nëse bjen tu fjalos me babën, e tu fjalos me nanën, bjen me flet, ose me bashkëshort, ose me fëmijët, askund si ke punë,
në krahun e majt, tu shajt, duke nënçmu njëri tjetrin, pastaj nuk kam zexhumi si kam vezvese. Po ti vezvesën vetë e sjell. Pastaj është mirë njerëzit mos shkojnë direkt te hoxha. Ka psikolog të ne? A ka psikolog? Po pse janë ata? Pse janë ata? Për këta çështje. Edhe psikologjia deri diku i shpjegon mirë çështjet. Nuk ban mirë na shkalu shkencat. Hoxha Abdul Fuga thot adresa e parë është psihiatria. Pastaj hajde në rukje se. Po normale be mire ka Hoxha Abdul Fuga. Allah i shpërblet për punën që bën. Se Allah i ka punë të veta, ndonjëherë ngushtojmë. Edhe për hatër, shumë herë për shembull mua më ka thonë nuk kam kohë. Po edhe neve po na ngushtojnë. Dikush më ngushton, mua më ngushtoj Hoxhën. A jam i qartë. Secili nuk mundet me e bën këtë punë. Vallahi kjo punë e rëndë, nuk ka punë e lehtë. Rukja nuk ka punë e lehtë, se ka të bëjë me xhelozi, me magji, me inate atë shumë të forta, saqë habite se pse s'jam mirë. A ta kthejmë njerë, mos bëhemi shkak ne që njerëzit na xhelozojnë. Bëhu i thjesht, mos e tregosh pasuri, nuk ka nevojë me tregu ti sa parë i ke fitur sot. Nuk ka nevojë me tregu sa të mira i ke. Nuk ka nevojë me tregu ku ke mu thtu, ku ke mu knaq. Inshallah Allah subhanahu wa taala ti mundson knacit duke mos i te kalu rregullat e fesë në këtë botë, vazhdo jetën tënde ti, unë jetën time. Edhe gabimi më i madh ne me xhelozu muslimanët ose njerëzit në të mirat që Allahu ka dhënë atyve. Po. Vallahi, çato të mirat, Allahu që ti ka dhënë ti, me dhënë mu, ndoshta unë kisha gabu. Duhet me qenë ti kënaqur me të mirat që i ke, unë duhet me qenë i kënaqur me të mirat që i kam. Ti duhesh me qenë i kënaqur me sprovat që i ke, unë duhet me qenë i kënaqur me sprovat që i kam. Nuk ban me ngatru. Ti kishe pas ti, mos ti kisha pas unë. Ja. Zoti e di më së miri se cilin e nagradon në këtë botë edhe cilin e sprovon këtë botë. Allah i shpëlbeftosh. Kjo ishte pra thënia e dytë nga Sheikh Ibn Bazi për rukjen. Shkojmë me thënien e tretë dhe të fundit nga Sheikh Ibn Bazi, i cili thot kështu, domethënë tema është zilia, sëmundjet që dëmton vetë ziliqarin. Ka thënë Sheikh Abdulaziz bin Bazi, Allahu e mëshiroft. Zilia është që njeriu të dëshiroj largimin e begatis nga vëllau i tij musliman, qoftë ajo begati në fe apo dynjë. Kjo është kundërshtim ndaj asaj që Allahu e ka caktuar dhe ndar mes robërave të tij. Gjithashtu është zullum i ziliqarit ndaj vetvetes, sepse besimi i tij paksohet për shkak të zilis dhe i sjell telashe vetes përmes të cilave e shkatron atë vetveten me një shkatrim të shpejtë. Wallahi ne do gabimet mëdha, se ba mubikat për shembull, janë 7 gabimet mëdha. Shpesh herë nga përmend, ama zilia nuk kanë këto gabimet mëdha. Nuk e ka përmend më Islam. Ju të fol për mëkatet e mëdha. Po mëkatet, po dhe mëkatet e mëdha, gabime. Po. E tash azilia është mëkat i madh. Shumë mëkat i madh azilia. Zilia e shkatron familjen, e shkatron familjen tjetër, e shkatron njeriu. Aq keq bën ata sa që ndoshta ndonjëherë ata thonë, po më mirë ma gjitëm kishin bën sa që më xhelozojnë. Ama ne folëm pak më herët. Ne nuk bën mu bën protagonist të njerëzve me na pas zili. Në dy raste lejohet zilia. Në dy raste. Rastin e parë nëse ti je shumë i ditur edhe shumë student i mirë, edhe unë kam zili ndaj teje edhe mundona me ta shku. Lejohet edhe shumë parë të jep. Për feje, për kambe, për familje, për mahalle, për qytete, për lagje, unë mundona me ta shku. Omer radiallahu anhu kur hinte Muhammed Islami thot, çka keme dhënë ti për këtë popull, për këtë fe, thot 50% pasurisë. Ama kur para se me dalë, tha, po, shallohin që më të regon e Bubekri Sega, tha, krejt e la. A jam i qartë. Në të raste leo zilia, për ndryshën të gjitha raste tjera haram ndalume. Edhe shumë o keq, thot Zoti em jahsedune nase, ala ma atahumullahu min fadli. Apo bëni zili në të mirat e Allahu që ka dhënë njerëzve?
Nuk ka e lejuar me kjo. Diçka shumë e keq. Do më thonë, për njerëzit që janë ziliqarë katastrofë. Pse beti me më gjelozon veturën që e kam lemu? Pse me gjelozon patikat, me gjelozon kundrat, me gjelozon orën, me gjelozon unazën, ku e djune? Me gjelozon flokt. Thonë, disa herë më thonë, edhe ti, me çfarë ngjire i mban flokt? Jo, be thonë, çto i kam flokët e mia. Natural. Po, e kam hetu që do, ku e di, që si kanë të shtatë mira, gjelozojnë flokt. Ju vini nati, po nuk kanë rregull. Po thash, Rene Barasa një ditë ka më bo qele dhe unë, gracioni pastaj. Si të lujt, ama. Jo, si shembull për të si. Po. Dikush gjelozon se i ki shtëpinë të mirë, ose ai që i trego shtëpinë. shtëpinë. Oti edhe në trupin të gjelozon, dikush o pak më i tras, dikush o më i holl, dikush ku e di be tash Zoti, është ai i cili i ka përcaktuar këta çështje. Ne mund me e lujt lojen me rregulla. A jam i qartë, me rregullat e para në Kur'an dhe Sunet, ose me ata rregullat tjera që i kanë vendosur njerëzit për njerëzit. Në momentin që i te i kalon edhe kufijtë e Zotit, edhe kufijtë e njerëzve, ballafaqohesh me probleme. Ama ne te i kalojmë këtë rregull. Nuk mundesh ti se zëllën të mirë që të ka dhënë Zoti me shpalos me tjertë. Nuk guxon, nuk ban. Ju e keni dëgjuar historinë e Jusufit alayhis salam. Kur ja tregoi babas vet ëndrrën. Ëndër të mirë. Po ëndrrën e mirë, ama çka i tha babave? Tha mos e trego. Mos ta trego vëllezërve. Vëllezët nga nana dhe nga baba. Edhe nga fe, edhe nga kombi, edhe nga me një mahall, me një shtëpi. Çka duhet me po ziliqari? I tregoi ëndër çka i ndodhi. E morën vëllezët e vet, e morën ato me filozofinë e tyre likvidone, e vranë Jusufin, e hodhën në bunar, në pusë atje dhe ato e dishin që ka vdek. Ama Zoti e shpëtoi. Pse? Nga zilia, nga xhelozia. Sa ai ku ka me arritën, jo. Por atë shkak njeriu e xhelozon ai që e njeh. E ti, shembull, nuk të njeh çfarë të mira ke. Pse ti shpërndan nëpërmjet rrjeteve sociale të mira që unë si kam? Në këtë kohë, kur kemi lloj probleme. Aq bota u ka bërë si një fshat i vogël. Kretë informatën dhe vinë më njerë. Kohë e fitneve. Po kohë e fitneve, sprovave, e padrejtësisë, e zullumeve, luftrave të padrejta e... Çka të dush thuj, ta mama. Edhe në këtë kohë nuk banë ne me shpalos. Me shpalos të mirën që Allah të ka dhonë, se pastaj vjen të problemi ose të zilia. Ziliqari, hoq, se ndodhë që e kap zilia për dikanë. Çfarë duhet me bon në qatë moment? Ai ziliqarja? Pare? Ziliqari me thonë audhu billahi minash shaitanir rajim. Se nuk mund zilia, pak dush me dash vetë dhe pak shejtanin të ndihmon. Pare? Audhu billahi minash shaitanir rajim. Çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad. Rujuni nga zilia. Sepse zilia i han veprat e mira, sikur zjarmi që i djeg drunt dhe i han drunt. Veprat që i ki bon. Po. Para mendoj ti. Ai zjarmi ti 100.000 kubik drumi i pas. Zjarmi i djeg, nuk ndalet. Edhe ne, e ke falë sabajin, sa të dash për xhamie e xhelozon ti ka. Pse e ka shtëpinë e mirë. Çfarë veture. Disi A çka dush me pas mendim demek? Shqyrve që e ka. Shembull. Këna ndëgju që dikush e ka i ka linë një djalë i vogël, si vajzë e vogël. Edhe vinë e takojmë në ma djalin e vogël, edhe themi masha Allah. Se ndonjëherë ti mundesh me marrë mësish. Çka mësishi? Zili. Ndonjëherë ti për të mirë e ke, ose ai bukur kana, ose ai mirë kana, ama nuk thu masha Allah. Edhe e merr mësish. A mos flasim kur e mendon kjo, sa djalin e mirë paska, kitë pensje paska. Kitë djalin jam kur zonë dhe disi dishon zemër negativisht edhe e merr mësish ose më në aspekt e shkatron. Allah i në arrujt ishtë. Zilia. Po zilia. Allah i në arrujt për kësaj. A do me thonë, këtë që i kanë punë të këtë që i bëjnë zili. Vallaj po. Edhe nuk përmisohet. Vallaj po, të gjithat mira që i kanë bo, ju djegën.
Kja gjëruni muj. Po, si ai zjarmi që i djek edhe zilia i harxhon, i shkatron veprat e mira që kena bën. Se që harum mu nalë. Shejbin bazi që ka thot. Ma shumë i bën vetës dam. Se a i zinë mrejnë. Po e sorahate nuk zë gjumi. Kur da këshish kolesteroli që qeri kanë hip. Po. Në spital. Spital. Në më thonë, si bon e dam ati Në spital e shumë. para, me zemrën kemi pas problem. Me gjakun kemi, me sheqerin kemi problem. Me shtipjen kemi pas problem. Në më thonë shumë Ti mirë. para se me mbo keq mu vetës kemi bo. Që janë shumë normale. Këto kanë pra 3 thënjet e shejbin bazit, Allahu e më shiroft e në bashkoft me ta e me pengameret në xhenet. Shkojmë tash me 3 thënjet e Shej Uthejminit. Kështu ka thonë Shej Muhammedin bin Sali el Uthejmini, Allahu e më shiroft këtë hoqë, i cili ka thonë kështu. Sa shumë do t'i bjem pishman ata që humbën fejnë e tyre për dunjan e tyre. Mirë po kur do t'a kuptojnë këtë humbje? Përgjigja, kur të vdesin dhe në ditën e kiametit. Dhe më thonë, tema është humbja e fejës për dunjan. Edhe pishman lëku. Në momentit e vdekës dhe njerëzit pasi se vdesin, varrosën. Edhe tash, ai që ka vdekë nëse ka qenë i mirë, besimtar i mirë, vepër mirë, i vjen një njeri me fitirë të bukur, i veshër bukur, edhe ki thot, kush je ti? Thot, unë jam vepra e mire jotja në të botë. Po, e ki tjetri që ka qenë i pa drejt në këtë botë. I keqi. I vjen me fitirë të mrolt, me Horor. tesha, do me thonë, njeri i frikshëm. Po. Do të kush je ti? Do të vepra e keqe që ke bënë atë botë. Çka bënë e gjejtë këtu? Ibn Uthejmini shumë bukur ka tregu. Nuk goxem me humb ahiretin për këtë botë. Apo? Se shansat i kemi mos me humb. Diturinë e kemi, këshillat i kemi, Kur'anin e kemi, sunetin e kemi, hoxhallart i kemi, prindërit po. Kretë betë mirat i kemi. Ama ndonjëherë zemrën njeriu kur e ka gur. Edhe hidajeti edhe udhëzimi nuk të përton taj. Por atë shkak, po e këshilloj vetën dhe ti dhe të gjithë ata që do të na shohin, do të na dëgjojnë, mos habitemi shumë me këtë botë. Kjo botë, por me të vërtetë ka të mira. Ka të mira që ne nuk i dim. Ka të mira që s'kemi pa. Ka të mira që si kemi shiu. Ama Allah e di mësë miri pse s'na ka dhonë këtë mundësi. Se ka njerëz që nëse e shion një të mirë, jetë me raki ati, edhe e humpë, edhe botën, edhe këtë botë, edhe dështon këtë botë, edhe humpë ahiretin. Por atë shkak Zotit t'ja lam ne, ata që na ka dhonë në këtë botë, e shfrytëzojmë. Atë që nuk na ka dhonë, nuk mirimi me atë çështje. Në këshire Uthejmini thot këtu, humbja e fejës për dunjan. Kjo është edhe në pitja dhe një biznes, diçka. Dëgjoj, tash në njerëzit, çka bëjnë në këtë dunjë? Që nuk janë fetar. Që nuk janë njerëz që punojnë me fe. Për shembull, në punë, punojnë me padrejsi, me kamat. Mundohen me vjet njerëzit, mundohen me rrejt njerëzit. Për ma arrit, me bon një pasuri, mu knaqë këtë botë. A realisht e ka humbë fejnë. Nuk mundet me qëndrua dhe imani edhe kamatat të njeriu. Nuk mundet me qëndrua dhe vjedhja dhe imani, feja të njeriu. Nuk mundet me qëndrua dhe mos respektit e babës dhe nanës, ose në nëshmimi i babës dhe nanës dhe feja. Nuk mundet. E kjo dunja, as gjabe ne, përmendëm për një as gjabe nuk është. As gjabe nuk është. A e mësë mire e din, tash mësë kësaj kur ta përfundojmë, shkemi spital. Edhe i pyesim ata që janë sëmur, kanë probleme serioze. Thomë, çka kjo dunja, të regone çka kjo dunja. Kjo dunja, thotë, veç gajle, edhe veç probleme, edhe veç padrisi. Ama a duhet me jetu? Duhet me jetu. A duhet me punu? Duhet me punu. A duhet me studiu? Duhet me studiu. Se pa tjetër e kena me jetu këtë botë. Ama Allah, subhanu ta'ala, këtë botë nuk ka dhënë njerëzve veç me sprova. Me folë të rejtë. Keme edhe të mira.
Po tash do shta dhe njëherë, as sprovët zdim si me te i kalu, as me të mirat që Zotin e ka dhonë zdim mu knaqë. I komplikojmë, i përzim. Nëse si njerës. Por atë shka këtash, vetëm se me u knaqë këtë botë par regula, normale që e humë njëri u fejnë. E humë fejnë, e humë kambin, e humë familin, e humë autoritetin. Qka ka thonë Muhamedi Islam? Ka thonë nëse nuk vjen marrë, qka të dush banë? Ta njerës që e humbin fejnë për këtë botë, pa në herë kanë humbë turpin dhe marën. O edhe i mbret, që o mbret. Vallaj, mis me pas turp, del edhe i të dere. Me e brin 100 dinar. 50 dinar. Ma ani pëse, mbret. O, nëse njeriu nuk ka marë, nuk vjen turp, kretë gabimet e mundshme dhe pa mundshme i banë. Por atë shkak, ta se pak me emocione, apo të dukëm nervos pak? Jo, bë kënaqur fort. Se do një herë dhe unë, tash duke më pyetje, po do shta po nervozohen atë njerë. Si do qoftë, unë e këshilloj vetë dhe të gjithë ata që në dëgjojnë dhe në shohin. Mos me hum fe. Ja, as fejnë, as kambin, as traditën, as familjen. Po ndryshe, Shej Uthejmini thot, do të bëhen e pishman Po. Por kur të vdesin dhe ditën e kiametit. Ai që e ka hum fe. Po, në varë ka marrë ka me të pitë. E di, kush ka qenë Muhamedi Islam? Nuk e di. A më rëvesh, ka me të pytë një pyetje atë që i ki pas merak të këtë botë, në haram. A këtë idea, kjo po të kujtohet, a? Këthim prapa s'ka. Kur kemi pa të punë të haramet e vogla, që i ke bon këtë botë, tu kanë duk të vogla. Po njerëzit, o gjo haram i vogël, beki. Gabim i vogël, mëkat i vogël. Ja, të Zotin në ka mëkat vogël dhe të madhë. A do më thonë, pishman do t'janë krejt në momentin kur ti në varë. Në varë, prej në varë, me njëherë kanë më bo pishman. Kukove, që ka kanë me bova. thonë, ja lejteni kun të turaba. Ma mirë të kishim qenë dhej, dhe loqë dhe balt, e jo njerës. Prej në varë kanë me thonë, se henes kanë me dalë para Zotit. E henes kanë me dalë para Zotit, kanë me thonë përgjithsi. Kush, si të cili prej nesh, për veprat që i ka bon këtë botë. E pas te kanë mu da punët atje. Dikush ka me shku në gjennet, dikush ka me shku në gjennem. Ka me pas edhe njerës që kanë qenë të mirë, po kanë gabime. I lajnë gabimet edhe dalin në gjennet, insha Allah. Do më thonë, i mjeri ai i cili e humb fejnë islame, e mos flasim ato që e shajnë fejnë islame. E shive, nëna do folë për musliman që janë brenda fejë, se si na do folë për e musliman. Edhe batarët që kundërshtojnë e fejnë, ato janë tjetër temë, tjetër mabet. Edhe ato do të shjojnë, dënimin. Ato kanë me shju ma mirë vrasht. ata. Shive, këta që janë musliman, edhe pse kanë gabime, nëse pendohen Allah i falë. Allah i më shiron njëzit. Po edhe ata që janë musliman. Nëse e pranojnë islamin, Në ta pranojnë fejnë islameve. Në ta pranojnë fejnë. edhe shpëtohen. Vallaj feja janë s'ka. Shive, ata mos e krahasojnë fejnë islame me mund dhe ti. Ne si besimtar mund me pas gabime të llojshme. Ai që gabon mëngjes pendohet mbrëmje. Natën, ai që gabon mbrëmje dhe natën pendohet ditën. Ama ai që nuk ka musliman hiç, ai çka ka me bë? E kupton tash? Dunjoj dhe ahireti. Ata që nuk ka musliman kanë mundësi mu knaqë, edhe pse për njeriu kjo botë shumë problematike. Shumë është e padrejtë, vallaj po. Jo veç to. Se ka njerëz thonë me kanë në një shtet tjetër, në një vend tjetër, më mirë, jo, ku du shkon njësoj. Çata njerëz janë. Çata njerëz janë. Bila ata mundën me e bon problemin që ne me hek këtu. Do njerë ne mendojnë që ne veç ne fajti kena, po, ne fajti kena. Ama dikush na imponon edhe knaqet me gabimet tona. Bile ata mundohen ata filmat e tyre me i bon nëpërmjet neve. Allah i shpërblet, thotë, shkojmë me thënien e parafundit të këtij podcasti, gjithsesi e dyta e Shej Uthejminit, Allahu më shëroft, i cili ka thënë: shpeshtoni salavatet mbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Shej Muhammed Uthejmini, Allahu më shëroft, ka thënë kështu: o vëlla im, shpeshtoj salavatet për të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, që të shtohet besimi dhe të lehtësohen çështjet.
Zoti thon Kur'an inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alen nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Do thon sa më shumë I dërgojmë salavate Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë kena me pas bereqet. O njeriu më së shumti që përmendet në botë, o Muhamedi alayhis salam. O njeriu më shumti që duhet në botë, edhe sot, o Muhamedi alayhis salam. Kush jemi neve mos më përmend Muhamedit. Ama një njeri që falet, dashti apo nuk dashti, ka me përmend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Drekën shembull, namazin e drekës. I ka farzi 4 rekate. E te hijati I parë, e te hijati I dytë. Apo në 4 rekatin e 4 ulim poshtë, apo. Për para se me dhonë selam. Çka këndojmë? Salavat. E këndojmë at-tahiyatu lillahi was salawatu deri në fund. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pastaj këndojmë Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pastaj këndojmë Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة دير فند اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Por nëse I qëjmë salavat Imam Islam, çka ndodh? O Allahu na shton bereqet. O Allahu na ban më të dashur te Muhamedi alayhis salam. A dini çka do të thon? Muhamedi është më dashur. O komor dita në ahiret. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shirshëm është. Se nga mrekullit që I kanë pas pejgambert, të gjithë pejgamberët kanë shfrytzuar. Muhamedi sallallahu nuk I ka shfrytzuar krejt. Ka thonë kam I rujt për në botën e ardhshme kur kanë nevojë umat. E kalon për ditën e gjykimit. Po. Edhe më thonë, o Zot, a ka mundësi edhe këtë grup të madh ta fusim në xhennet? A ka mundësi edhe këtë grup, edhe këtë grup, edhe këtë grup? Se Muhamedi nuk ka razi njerëzit me në xhenem. Po pse ti edhe unë a gëzohemi me hinë në xhenem? Wallahi. Wallahi. O muslimant janë zemër gjërë. O muslimant janë të mirë. O muslimant me pas botën në dorë. O vallahi asnjë problem s'do. Jam të folë për musliman. Jam të folë për munafika. Edhe për diftirës. Jam të folë për musliman. E kur themi musliman, ai njeri që është pasues I Kuranit dhe Sunetit. Pik. Nuk mundet pak me shtu këtu, pak ati. Edhe e kena bo fejnë qull. Po kena unë qullin njerë. Po. Nuk o feja qull. Feja ka regullë. Por atë shkak, Salavate. ne kur shkojmë numre dhe në haq, kanë dëshirë njëzë me thonë, që e beni salam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojmë aty të varë që jetim, assalamu alejke ja Rasul Allah. A më kuptan, bile selamin ati, jo që për këtu nuk I shkon. Po dhe vama, tjetër ndjenja. Po ndjenje mirë atje, ndjenje mirë, Allahu ja mund soft të gjithë, edhe në haq edhe numre me shko. E tash, me qenë se I qemë selavat e Muhamedit, vallahi asgjë nuk humbim, vetëm se kemi dobi. E dobia më e madhe dashuria, afrohemi te Muhamedi Islam, edhe sa më shumë ta realizojmë sunetin e Muhamedit Islam, ta shojmë vend. Edhe sa më shumë ta duam dhe dërgojmë selavate, aq më shumë e kena të mundshme atë ndërmjetësimin e Muhamedit Islam ditën e gjykimit. Sa duhet me bo salavat? Sa të kemi mundësi. Sa më shumë aq më Nuk mirë. ka ndonjë numër të caktuar. Ne realisht bëjmë që ata besimtarë që falen, bëjnë salavate. Ama ndonjëherë mirë, kur bjen me fletë, nuk zëgjumi. Po këndoja suratul Fatiha dhe Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Më kupton, çka të pengon me thonë? Duke ecë, Në semafor. në semafor. Sa më marë kushon kushsa, njerëzit, çfarë veture pas ka ki, çfarë veture pas ka me të një gjelozia, me të një nati, tërgojtë salavat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po, valla. Kur zgjoz nga xhumi. Salavat e Muhammedit. Do më thona, kena kohë me bon salavat, sa të dush.
Shpërblimi çka është ose nëse ka mundësi. Shpërblimi thash, Allahu subhanahu wa taala shton bereqetin. Edhe të afron të Muhamedit. Edhe 10 herë për ti ban Allahu. Po ti një herë i çon, një herë e përmend mëse Allahu të përmend 10 herë. Subhanallah. Man salla alayhi wahidatan sallallahu alayhi ashra. Ai i cili më përmend, kështu ka thonë, ai i cili më përmend një herë mu, Allahu e përmend 10 herë. Para mendoj. Ne përmend me njeriu. Ne përmendim Muhamedit sa njeri ka qenë. Allahu subhanahu wa taala më përmend mu. Edhe bën mundshme me dash këtë njerëzit. Bash emrin tan ta përmend. Çfarë ndjenje se. Po. Për më shumë shikues, shkoni në Google, shkoni në YouTube, vlera e salavateve, keni plot derse, elhamdulillah. Allah i shpëbleft të gjithë ata që kanë kontribu me ligjërata të ndryshme për me i pa vëllezërit dhe motrat tona nëpërmjet rrjeteve sociale. Zoti i rujt. Veç du me cek kështu Shehu Themini domethënë ka thonë i lehtësojnë gjendjet, çështjet. O gajlet problemet. Salavatet problemet. Shive, ne kena problem me bereqet tu. Ne pare kina. Mësë me pas pare, ka parkingje. Ki pa, ku e kilon veturën? Ti s'ka vend me ilon veturat. Po. Ka shumë vetura, po. Nafta me dhe më bo 200 dinar më bo nafta, veturat s'dalen. Do më thonë... Grika Ormuzi turnal, veturat zurnalshë. Edhe s'kan mund dal. Pse se ne kina të mira. Bereqet duhet me pas në të mira. Edhe në shëndet, edhe në parën tonë, edhe fëmijët e tonë. E salavatet janë ata që të bëjnë mundsh me bereqetin. Bereqeti o puna më madhe. Edhe Allahu subhanahu në për me salavat t'i lehtëson brengat. Edhe t'ja gajlet. Alhamdulillah, inshallah na bën. Amin, inshallah. Dhe fundit, kjo nuk është thënie, po një pyetje që dikush ja ka drejtu Shehu Theminit. Edhe shumë pëlqej ozësh kjo. Fortësia e zemrës dhe ilaçi i saj, ngurësia, kur zemra na bëhet guri kështu, kupton? Nuk ndjen kur gjë. Pyetje drejtuar Shehu Theminit, Allahu e mëshiroft. Pyetja thot kështu: unë vuaj nga ngurësia e zemrës, fortësia e zemrës dhe ibadeti më vije rënd. Cila është zgjidhja? Përgjigjja e Shehut. Fortësia e zemrës ka ilaç, ajo është leximi i shpesht i Kuranit. Argument për këtë janë fjalët e Allahut. Sikur ne të zbritnim këtë Kuran mbi ndonjë kodër, do ta shihja atë të strukur e të çarr prej frikës nga Allahu. Këto janë shembuj që u shkoqisim njerëzve që ata të mendojnë. El Hashr 59:21. Ne e dim se si qëndrueshëm Shehu Themini thot, ne e dim se sa i qëndrueshëm është një mal, por në qoftë se Kurani ishte shpallur atij malit, ai do të bëhej i përulur dhe do t'i friksoj Allahut. E njëjta gjë vlen edhe për një zemër. Nëse e lexon Kuranin me reflektim dhe meditim, ai me siguri do të ndikojë në zemër. Dëgjoj fjalët e Allahut Azza wa Jall. Në të gjithë këto, për ata që ka mendje të shëndosh dhe që i ka vënë veshin me vëmendje, ka argumente. Kaf 50:37. Besoj se ishe i qartë. Po, dëgjova më vëmendje. A më pëlqen e stili që e lexon shumë mirë, mashallah. Allah e shpërbleft. Jo, doshta me bo dallimin mes... Doshta me lexu, si e ka thonë Shehu. Po. Jo me fjalë tuaja me... Jo, kur gjon. Sidomos ajeti kuranor pak e ula pak zonin pak. Jo. Çka thotë shqip e lexova, po ta lexoj në gjuhën arabe. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin. Po ti e kishmi zbrit Kur'anin kodrës, la ra'aytahu khashi'a. E kishe pas kodrën, e kishe pas të përullur. Subhanallah. Mutasaddi'an min khashyatillah, nga friga dhe Allah subhanahu wa taala. Mali tutët. Po, bova ki mund të copa më bo. Nga friga dhe Allah subhanahu wa taala. A njeriu e ndëgjon fjalën e Zotit si ka gajle. Njeriu e ndëgjon rregullin e Zotit si ka gajle. Kjo zemër e gur. Beton. Hekër dhe zall. Cimento. Çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Thot se cili njeri e ka nga një cop mishi në trupin e vet. Në qoftë se ai cop mishi është në rregull, krejt trupi ka me qenë në rregull. Me qenë se e copë e mishit është të sëmur, krejt trupi ka me ndi dhimbjen. Ajo është zemra. A e mi qartë? E zemrën, me qka e mbush njeriu? Me vepra të mira, a vepra më e madhe që e mirë,
normale, namazi, këto kushtet islamit, o leximi i Kur'anit, o ilaç. Wallahi o ilaç. Leximi i Kur'anit o ilaç. Po edhe leximi i Kur'anit e shëron rukjen, e përmendëm rukjen. Po pse leximi i Kur'anit e shëron njerëzit? Kur'ani, se on fjala e Allah subhanahu wa taala. Mrekullia. Çka do të thonë fjala el Kur'an? Fjala el Kur'an kalamullahi, fjala e Allahut fuqiplot. El munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam, që i ka zbrit Muhammedit alaihi salam. Wa huwa dustur lin-nasi jami'a. Edhe është kushtetot për të gjithë njerëzimin, kudo që janë ata në botë. Nuk ka me Kur'anin. Nuk ka me Kur'anin, për gjithë shka. O edhe me të zonë gjumit, edhe fëmijët mi vëndu në gjumë, edhe të mëdhejt mi vëndu në gjumë, edhe mi zgjumë nga gjumë, për çka të dushe përdor. O në të gjësha sot atje, disa qartë, ju pengon e zani, ende ju pengon e zani, për vende. Je mu knasë me e zanin, a me qëllimet o mi natje e bëjnë. Se me e thirë një muezin të bukur, që e thirë e zanin bukur. Që shenë përmendi une dy vlezit e mi atje në ladjen e Dijanit, ku jam une khatib, e mbaj të hudbën, e kam edhe kojshia, hafëzadem Ramadanin, Allah e shpërbleft, edhe një vla në shatë e kena. Të di, normalit, tash ademin e njojnë këtë bota, e kene shatë i ka shumë zonin e bukur. Edhe njëri e thirat e zanin e në gjëma, kur të vinë hinë kohët, e pastaj, pasi që para se me hi në hudbe, e thirë e tjetëri. Njëherë i pari, njëherë i di, ndrohën dhe me të vejti. Edhe në shperth, herë, thamë i, Allah subhanahu wa taala, qëfar të mire në ka dërgu neve në të ladje. Alhamdulillah, po. A jam i qartë. Si dhe mos adem Ramadani. Po, a e kupton tash? Sa zonën e bukur e dhinë, njeriu të qetësohet knaqë, se ata nga i nati thonë, na pengon. Wallahi nuk mundet leximi i Kuranit edhe ezan mi i penguti kujt. Bëja në Allah të bëj. Shejtani. Po, meri psikolog. Gabo, më fal. Shejtani i pengon. Merë një psikolog që janë jo musliman, ama i drejt. Po. Njeri i drejt. Edhe vete, a mundet mi pengu fëmijës dhe njeriu duke fletë ezanit, thotë jo. Bile e knaqë, e qetëson dhe raton. Mos lasim për Kuranin. Allah i në rujt. Hoxho, këshilim, në kjo e fundit ke, të më thonë, për këto, për neve muslimanve që dë njëherë, jo dë njëherë, për ndoshtë edhe shpesher, na vje rënd i badeti, mu të shumë jaci, mu të shumë shkun gjami, namazi, ajo kjo, i laut që i kanë atë leximi i Kuranit me meditim. Po. Jo veç, o dhe billahi me ateve burave që ju vjen zërë mu që unë sabak, këto gratë, si shpia që i kanë, ka pak ujë në vesh. Ujë. Sa mirë zgjohet. Edhe gratë si zexumi, ka pak ujë në vesh. Nuk i ban keq. Po valla. Po valla. Shumë ide e mirë. Po kjo është edhe hadith më duhet. Po, po dhe. Mi stërpik më ujë. Po. I stërpik më ujë, pa mundet me frigo. Në vesh, veç pak. Ta praktikojmë ne çifte. E tonë shumë forte e tonë. Po, Allah. Po mu nervozu, nëjse. A, si i kalon. Allah i na bëft për namaz falsë. Shumë her nervozomi ne, po për nervos, të ne, si thonë, për nervos ka bos. O gjo, Allah i shpërbleft, kjo ke tema, do më thonë. S'ka më nervu buri dhe gruja dhe familja, se ti për të mire ki. Po, normal, namaz. O gjo, kjo ke tema, Allah i shpërbleft. Në gjdo emision, në këtë sezon e këmë bon, ka një pytje për fund. Pytja është, çfarë mendimi ke për Hoxh Remzi Isaku? Me Hoxh Remzi Isakun, tash, unë se kam pritë se kështu pytje kemi bo. Po, këtë gjallarve që? Po, nuk e kam pritë kështu pytje. Pytje pa e ditë misafiri. Po jo që i kena ditë në atë pyetje tjera. Po dhe, po. Po. Befasuse, pa. Interesant. Tive tash, une i kam disa vite, edhe me shumicën e hoxhallarëve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, që janë afër 50 vjetë, 55 vjetë, kam shoqërit në gusht, qoftë Shqipëni, qoftë Kosovë, mos lasim për Hoxhën Remzi, që e kam dost.
Vallai duke pas parasysh ai punë që i ka të përditshme, si arrin të mirët edhe me davet, me i thinë njerëzit fej, habitëm. Atë shumë kurajo ka me punu, edhe mi këshillu njerëzit, sa që me të vërtet habitëm. Edhe po them, unë kështu, të kisha qenë unë në pozitën e ti, ndoshta isha dërzu. Ama jo. Ai vazhdon në xhami atje, vazhdon edhe me punën private që ka, po dhe me davetin, ose duke i thirrë njerëzit në rrugën e drejtë. Allah e shpërbleft. Amen. Nuk kemi qenë me drejtë se bashkë, ai pak më i vjetër se unë, është, po edhe në Medinë kemi qenë bashkë dhe vazhdojmë me qenë bashkë. Më shumë se prej 89 unë e njoh Muhamedin. Prej vitin 1989. Afro Bani 40 vjet. matematikë sa vjet. Afro 40 vjet. Po. Hoxh, Allah i shpërbleft. Zoti ju rujt, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh.